nëse Shqipëria ka pasur Vaçe Zelën, Kosova ka pasur Nexhmije Pagarushën, edhe pse nuse në Maqedoni, unë do thoja që Maqedonia ka pasur Shahindere, Bërlajolli, Stafaj. Dhe unë dua ta nis me një kujtim për të, dua ta shfrytëzoj këtë minutazh të parë të emisionit, duke e rikthy një emocion shumë të bukur për ty me një nga perlat e saj, si ikon që ka qenë ajo. E nisim me këtë video dhe dua të më ndash emocionet e tua dhe kujtimet për të. Cili është emocioni i parë, apo ajo çfarë të bjen mendje? Është zëri të madhes nënës tuaj, apo janë tingujt e instrumenteve në shtëpinë tuaj? Pa u inkuadru në përgjigje, faleminderit shumë, një kujdes shumë i veçantë, për mua është kjo pjesa më e rëndësishme, sepse për të kalu të ardhiti do të me kalu paraprakisht të prindët e mi, edhe jo rasisht e ceka paraprakisht që ke nivel të jashtëzakonshëm dhe të pashoq, edhe të faleminderit për këto emocione. Shep, të jesh fëmijë i dy titanëve, dy kolozëve të artit muzikor, është definitivisht pa pikë dyshimi një privilegj jashtëzakonshëm, dhe sigurisht me privilegjin inkuadrohet apo i bashkangjitet edhe përgjegjësia e madhe, sepse prindët e mi kanë lënë shumë neve, mu e vllaznive dhe gjithë familjes dhe kombit sigurisht, dhe ne duhet që këtë ta vazhdojmë, është si një lloj amaneti, jo si një lloj, po është amanet, do me thonë muzikor, e që sa të kemi jetë, une u jam mirë njës prindëve të mi, edhe u përulem veprës së tyre, si prindë kanë qenë, fenomenal kanë qenë, të jashtëzakonshëm, si muziktar kanë qenë, të jashtëzakonshëm, do të thotë, nëse kthehemi në retrospektivë nga vitet e hershme të mia të fëminisë, i kam kujtimet më të mira që mund t'i ketë një fëmijë realisht, sepse prindët e mi për krah angazhimeve të tyre profesionale, t'e din shumë mirë se çfarë sakrifice don muzika. Neve nuk na ka mungu kur gjo, na do të thotë si fëmijë kemi pas të gjitha gjanat, kemi pas një jetë, pa dozë modestie për thom jetë filmash. Kemi jetu në mënyrën më të mirë të mundshme, jemi trajtu në mënyrën më të mirë të mundshme për kujdesi prindëve të mi, ndaj nesh, ndaj me dhe vllaznive të mi ka qenë i pa diskutueshëm, andaj prindët e mi atje ku jeni ju du ma shumëtje dhe faleminderit për gjithçka që keni bërë për neve.